Ernest Muçi është duke kaluar padyshim formën e jetës te Trabzonspori, pas një periudhe e gjitha për t'u haruar te Beşiktashi. Futbollisti shqiptar është kthyer te Trabzonspori për të dhënë më të mirën e tij. Shqiptari ka shënuar sot golin e parë në vitin 2026 në përballjen e kupës kundër Istanbulsporit, teksa rezultati ishte 1-0 në favor të vendasve. Në minutën e 41 të takimit, Muçi realizoi golin e barazimit. Më pas në minutën e 57 të takimit, Muçi dhuroi një asist për Batakov, duke sjellë kështu edhe golin e dytë. Trajneri kishte përgatitur zvendësimin e lojtarit të kombëtares, pasi ky i fundit e kreu punën e tij, duke bërë gati një lojtar tjetër, por Muçi nuk e kishte thënë ende fjalën e tij dhe në minutën e 61 të ndeshjes tregoi se ç'është momentin e tij final, kur shkonte në rrjet dhe njëkohësisht duke ndryshuar tërësisht drejtimin në fund. Një gjuajtje që nuk mund të evitoj, jo vetëm nga portieri i Istanbulsporit, por edhe sikur të ishin 3 portierë të Istanbulsporit në ato momente në port, sërish nuk mund të nxjerrin dot atë top nga rrjeta. Një festë legjitime për Ernest Muçin, por edhe për stafin teknik të Trabzonsporit, që pan të gjitha aftësitë e djaloshit shqiptar të nxjerrë sërish në pa në një moment të vetëm. Ndërkohë në rrjetet sociale kanë nisur me njëherë komentet e para pas këtij super goli dhe kësaj super performance të Ernest Muçit. Trabzonspori fitoi në shifrat 1-6, por 3 golat janë prodhuar nga këmbët e shqiptarit, përpara se ai të dilte nga fusha e lojës në minutën e 64. Tifozët e Trabzonsporit kanë nisur që të qeshin me ata të Beşiktashit se si nuk e vlerësuan këtë lojtar, ndërsa disa tifozë të Beşiktashit shfrynin me drejtuesit se si e lejuan Ernest Muçin që të largohej nga ekipi, duke parë gjithë aftësitë brillante të këtij futbollisti. E larguan më kot.